Gjithë natën pa u ndalur dhe pa lodhje, edhe nëse jeni 75 vjeç. Mbreti i natës do të bëhet gjigant brenda pak minutash. Është shumë efektiv. Mënyra e duhur për ta marrë në fund është shumë e rëndësishme, prandaj ruajeni këtë video që të mos e humbisni. Filloni duke prerë një qep të kuqe në copa të vogla, e cila është thelbësore për ruajtjen e niveleve të energjisë gjatë gjithë natës. Gjithashtu, na duhen 3 thelpinj hudhre, një përbërës që ndihmon në përmirësimin e qarkullimit të gjakut dhe uljen e lodhjes. Së fundmi, do të presim një kastravec. Para se të vazhdoni, ju lutem komentoni faleminderit për të mbështetur punën time dhe për të më inkurajuar. Tani, në një blender, vendosni të gjithë përbërësit së bashku me 300 ml ujë, mbulojeni dhe përzjejeni për disa minuta. Pasi ta përzjeni mirë, kulloni përzjerjen për të siguruar që të mos mbeten mbetje të padëshiruara. Nëse preferoni, mund të shtoni mjalt si ëmbëlshues. Pini një gotë para se të shkoni në shtrat dhe trupi juaj tani është i përgatitur për natën që ju pret. Dhe nëse ju pëlqen kjo recetë, ju lutem komentoni. Po, do ta provoj. Dhe ju lutem mos harroni të mbështesni punën time dhe të më motivoni duke më pëlqyer dhe duke ndarë me